Marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ta dini, nuk janë thjesht një partneritet politik midis dy vendeve. Nuk janë as vetëm aleancë ushtarake. Nuk është as vetëm një marrëveshje mbi naftën midis SBA-s dhe Saudisë. Por, me sa shihet, është nyja e padukshme që po mban lidhur dhe që pas kesh mbajtur lidhur sistemin botror. E them këtë sepse kjo është një marrëdhënie që vendos kush kontrollon energjinë globale, kush e kontrollon sigurinë e lindjes së mesme, rajon i cili është interes strategjik dhe afatgjat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe më kryesorja tregon se kush e kontrollon vetë të ardhmen e botës.